pak a shumë, nuk është që e di mranda në LDK se që ka po ndodhë, sepse nuk është që jam në një funksion, apo jam antari LDK-s, që se nuk jam po Po, por edhe në kontekstin sa mund të ndikoj kjo përqarje në një koalicion të mundshëm ose jo me lëvizjen vetëvendosje? Po tash sa po shpërfaqet prej disa njerëzve që janë LDK, mundë me thonë ndoshta më poshtë strukturë, pak më ullë, në për rrjetet sociale, në për qa po shohet, po shihet qartë që janë dy grupe, njëri është shumë pro koalicionit me hyrje në qeveri, sepse po e shohin si shpëtimin e vetëm të zonë të partisë, rikthimin në pushtet. Grupi tjetër është shumë kundër me hy në qeveri, sepse po e shohin që është me rrezik të madh qeverisjen me Albin Kurtin edhe njëherë. A besoni se dhe vetëvendosja do ta shfrytëzoj këtë situatë të përqartë të LDK-s, mbase për ta marrë në qeveri, por jo me shumë benefite ose avantazhe? Kjo varet prej deputetëve të zgjedhur dhe se bindjeve tyre se ku qëndrojnë ata. Sepse nëse mos harrojmë, është dikon 81 deputet nëse s'ka bojo dalin LDK VV Pakica, që duhet një deputet ma shumë se sa duhet për me zgjedh me sukses president. Tash nëse veç 2 deputet të LDK-s nuk janë pajtimit, apo janë kundër, nuk ka numra. Pra nuk është se munden me qenë funksional ai koalicion. Pra, tash nuk e diju nëse cilat janë bindjet e deputetve mirë, po si ma gjasa shumisa prej tyre janë për. Po për shkak të numrave që janë kritik në këtë rast, sepse për 2 deputet nuk mund zgjedhet presidenti, atëherë është problem nëse 2 prej tyre janë kundër, është problem edhe me arrit koalicion, sepse më këthyte LDK-ja, tash është një diçka më rëndësi këta, kur i shojmë strukturën e LDK-s, një pjesën më të madhe janë paka shumë njerëz të njëjtë që shumë vite që po i shojmë. Pra, edhe mendoj që logjika e këtyre njerëzve, pra, duke qenë kategorikisht ose pro diçkaje, ose kundër diçkaje, dhe duke mendu të paktën veç më shumë rreth vetes, se sa rreth partisë, rreth interesit partijak pikrisht, e kam pru këtë parti në këtë pikë, sepse shumë prej tyre të paktën shihet që logjikën e kanë më mirë është me ka i parin ka tëtë se sa i dytin qytet, e që është logjikë shumë e gabume, e mbi këtë logjikë, pra hupe dhe elektorat, sepse ata po friksohen prej njerëzve të ri për me hymë parti, po kam frikë sepse po frikohen që po e hubim pozicionin e vetë brenda partisë. Edhe këta ma me qef e bim partinë të shtarë edhe një pikë më tëllë, tjerë sa për mi majtë pozicionet e veta brenda partisë, ose mos me unime pak të rëndësishëm, se sa që janë të qoftë në struktura partijake, edhe me kusht që janë largë edhe pushtetit. Pra kjo është ai problemi real që është në LDK. E këta njerëz do të me hapë mendjen,